E paraqisin vetëm, pra e vjedhin në një farë mënyrë këtë vlerë që e ka tjetërkush. Ama ndaj këtij grupimi që e ka këtë vlerë, sillen pastaj si mos më keq. Sepse nëse ty të ka ardhur një vlerë nga kjo bashkësi fetare, pra ku përfshin të gjithë besimet, atëherë pyetja shtrohet, pse s'merr ti ke shpran vetes në punët e tuaja disa përfaqësues të kësaj vlere? Shtrohet pyetja. Ju çfarë përgjigje? Sepse ata nuk e konsiderojnë vlerë fare punën e fesë. Numri i tyre jo i vogël fatkeqësisht, dhe nuk dojmë të apostrofojmë askat natyrisht, sepse ata që veprojnë mund ndryshojnë, nesër pas nesër mund ndryshojnë. Nuk e konsiderojnë vlerë fare fen, përkundrazi e konsiderojnë veros dhe të dëmshëm fen, me theks të veçantë fen islame, dhe nuk konsiderojnë si vlerë edhe hoxhallaku dhe këta hoxhallar të cilët janë gjithandej kombit ton ka shqiptar, fatkeqësisht, e që këtu mund të kenë ka pak në thoj za arsye, pse ka janë rritë eduku, janë mishru me sistem komunist, ama pa synojmë Evropën, të nëse synën Korenë e Veriut edhe Kubën, s'pa thëmë Rusin, se Rusia se do shumë fetare, por po thëmë Kubën edhe Korenë e Veriut nëse synën, atëre kuptojmë një. Nëse ma synën të mu Anglin, e Amerikën, e Gjermanin, dhe shtetet e fortat përëndimit, atër vlera fetare duhet jetë në nivel shumë të lartë, të respektuar. Hoxhallarët, për edhe fe tjera, kur trojet tona nuk kanë kërkuar, sën të kërku ato me dhe shtetin, as me qenë ato në balë të votërës të avalinës. S'kanë kërku, s'paku onë sa di, s'kanë kërku, dhe asim të kërku asë nësët. Amo do të kemë drejt, dhe obligimi ju me kërku dhe drejta, me kërku e që feja ta ketë emnin e vetë, s'paku të mos më këm vetë. Mos mirët për kam feja, dhe mos të njerohen njerës të vla. Sepse vërtet ka vlerat më dha. Njerëzit kanë vlerat më dha, musliman kanë vlerat më dha, islami ka vlerat më dha. Sa mrekulli është nëse bën një analizë të shkurt. Merresh ta Kosovar, merresh Shqipënisë, merresh Bashkënisë, shqiptar krejt, tash kufina dojti 50 vjet, 60 vjet andaj këndej, më pak më shumë. Kush mund të thotë se vetëm një incident sa do i vogël ka ndodhur mes feve të ndryshme?